A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu na falenderoj, salatat për shëndetjet Muhamedit sallallahu taala alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj familjes, shokëve dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë në rrugën e tij të ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, të nderuar të prezant, fillimisht lutem Allahun e madhruar që Allahu këta ditë të cilët jemi ditë të mëdha të Ramazanit, Allahu ibadetet tona, lutjet tona, Allahu kabul dhe makbul na i bën ya rabbel alamin. Të nderuar të pranishëm, ne vetë se kemi paralajmëruar që do të fillojmë me një serial i cili është i titulluar Adhurimet e zemrës. Zemra ka nevojë vazhdimisht të përmirësohet, për arsye se ajo është bazamenti i çdo gjaje në jetën e besimtarit. Besimtari do të thotë fillon jetën duke mundu me përmirësu të mbrëmshmen. Nëse e mbrëmshmja nuk është në rregull, tana punë shka munën me dal nga jashtë prej mrena, nëse ajo nuk është në rregull, pastaj edhe veprat e jashtme do të jenë të liga. Zemra, vëllezër, nuk e din askushi përpos Allahut subhanahu wa taala se çka mshefët në të. Edhe personi i cili e zotron atë. Që do të thotë ne mumi me fol për dikonin çfarë dush. Mirë po Allahu dhe ai e din në mbrëmsi se çka ka. Andaj për të fol këtë punë të madhe në të cilën gjendet domethënë frika ndaj Allahut, dashuria ndaj Allahut, respekti ndaj Allahut, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirësia ndaj njerëzve, këtë është në zemër. Andaj rëndësia e zemrës është shumë e madhe. Fillimisht ta kuptojnë rëndësinë e zemrës. Zemra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ala fil jasadi mudgha." Me të vërtet në trupin e njeriut është një copë mishi. Idha saluhat, saluha al-jasadu kullu. Nëse ajo është në rregull, i tërë trupi do të jetë në rregull. Wa ila fasadat, fasada al-jasadu kullu. Nëse ajo prishet, i tërë trupi prishet. Ela wa hiya al-qalb. Fa ajo është zemra. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i tregoi rëndësinë e zemrës. Do të thotë zemra që nga krye komandanti. Bile ka ardhur në disa transmetime që gjymtyrt, pjesë e trupit, dora, syni, veshi, këtë për i kanë zemrës në mëngjes, në sabah. O zemër, nëse ti je në rregull, këtë në tjerat kena mukon shërbimin tanë. Nëse ti je keq, këtë punët e tjera kena mi bo keq. Do të thotë zemra, nëse është në rregull, këtë pjesë e tjera ja filloj kanë mukon mirë. Ama nëse zemra është keq, edhe pjesë e tjera po filloj kanë keq. Zoti na ruaj ya rabbel alamin. Andaj kur të folna për zemrën, zemra është e rëndësishme ta kuptojmë që kur folmi nuk folmi për pjesën e mishit. Do të thotë se zemra në kuptimin gjuhësor arabisht i thuhet qalb. Dhe kur të folna për zemrën nuk e kena aspektin vetëm fizik, që është domethënë prej copës së mishit, gjakut dhe ajo të cilat i hec arteriet e gjakut që e lëviz pompa, që është zemra, nuk është qëllimi ajo. Ne nuk kena këtu zhanmitrak, domethënë me fol tash rëndësia e zemrës, çish funksionon zemra, jo. Ne me të fol për pjesën e dytë të zemrës, e cila është aspekti shpirtëror. Bile për këtë është qëllimi. Se nëse njeriu mundet më koni i gjallë, për në aspektin shpirtëror, zemrën e ka të vdekur, ai është i gjallë, ai është i vdekur në mes e të gjallëve. Andaj vëllezër, shumë rëndësi është zemra. Njeriu mundet me zemrë me arrit shumë vepra të mëdha. Jo rastësisht edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka tha: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Me të vërtetë tha, veprat shpërblehen sipas niyetit. Edhe çdo njeri do të shpërblehet sipas qëllimit të tij. Ku e ka niyeti? Domethënë në bazën, ku e ka bazën niyeti? Qëllimi. Kur e bën niyet me shka? Me zemër. Nëse zemra e bën niyet me bën një vepër të mirë, edhe njeriu nuk mundet me e bën, a shpërblehet? A shpërblehet për ju vetë juve? Shpërblehet. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush dëshiron me bën një vepër të mirë dhe ai nuk e bën, e pengon diçka,
Tha ati i shënohet, i shkruhet si me pas bo një vepër të mirë. Kush ja ka mësi me bo një vepër të keqe dhe e lem për Allah, çka Allahu ja shkon një sevap. Andaj bazamenti çdo gjaje është në zemër, vëllezër. Qose zemra në aspektin gjuhësor është domthon e pastërt. Arabisht qalbi i thut diçka e pastërt. Në aspektin sheriatik, shpirtëror është për qëllim zemra e cila kujdeset njeriu për ta dhe mundohet ta kese të pastër në aspektin shpirtëror. Kjo është zemra të cilën ne dojmë të folmi, që kemi pas adhurimet e zemrës, sinqeriteti, frika ndaj Allahut, zuhdi, asketizmi dhe kështu me radhë, të cilat do të flasim me lejen e Zotit në ditët në vijim të cilat janë të Ramazanit. Pse është thirrë zemra zemër? Në gjuhën arabe është e përbërë nga 3 shkronja: kaf, lam edhe be. Arabisht do të thotë zemra qalb, është thirr qalb për arsye se rrotullohet shumë shpejt. Domthon rrotullohet shumë shpejt. Qallaba yuqallibu taqliban. Domthon rrotullohet shumë shpejt. Dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur e kanë dëgjuar sahabët prej lutjeve më të shpeshta të cilat i ka bëj dërguari i Allahut, që thot Hazreti Aisha radhiyallahu anha, e dini cila ka qenë? E dini ajo? E dini? Ka qenë lutje e tij e zakonshme të cilën e ka thonën: ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, bëne zemrën time të qëndrueshme në fejen tone. Vëllazër, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i Zotit, megjithatë vazhdimisht kanë munduar që zemra e tij të jese stabile në fejen e Allahut subhanahu wa taala. E dini që mundet dikush 40 vjet, 50 vjet me bëj ibadet Allahun subhanahu wa taala, pak para vdekjes i ndryshot libri, ndryshot zemra dhe fillon me punu veprat liga dhe futet në xhenem, Zot na ruaj. Andaj edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tha: zemra është në me 2 gishtave të Allahut. Do bejne asbi'in min asabi ar-Rahman. Domthonë është në me gishtave të Allahut. Yuqallibuha kayfa yasha. Allahu rretullon si të doje. Domthonë Allahu dikonin e le imanli, dikonin nga mos sinceriteti të cilin e sheh rrotullon zemrën dhe ja bën Zot na ruaj, mos jese stabil edhe devijoje. Zemra, vëllezër, është temeli i një njeriu. Zemra është temeli i një njeriu. Mundet më konë në fasada shumë e mirë prej jashtë. Për arsye se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, i cili hadith është muttafaqun alej, është i transmetuar te Buharia dhe Muslimi, tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam: inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tha me të vërtet, Allahu nuk shikon në pamjen e juaj, në dukjen e juaj, po Allahu shikon në zemrat e juaja. Baza e imanit është në zemër. Baza e besimit është në zemër. Edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur e thot këta, Allahu nuk shikon në pamjen e juaj, në dukjen e juaj, në fizionominë e juaj, i gati, i shkurt, i trash, i holl, po Allahu shikon në zemrat e juaja. Ju e dini shumë mirë që Abdullah ibn Mesudi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e mur Ebu Xheli dhe e vari për qabe, e mur dhe e vari. Kom të ti kur hipi me një palm të hurmës, dek të hurmës, frime ja bajke. Ama, qka? Imani shumë i madh. Tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Apo habit një bikom të hollave të Abdullah bin Mesudit, sahabët po, bilëm disa qeshën me ta. Tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam: wallahi, kom të Abdullahit kanë me peshu të Allahu ditën e gjykimit më shumë se sa kodra e Uhudit. Kodra e Uhudit është shumë e madhe. Ama të Allahu subhanahu wa taala ka me peshu hala më shumë kush? Koma. Pse koma? Koma si fizik? Jo, po imani Abdullah ibn Mesudit që ka pas në zemër ka me peshu shumë. Andaj vëllezër, besimtari i cili beson Allahun e ka imanin shumë të rënd. Andaj dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam tha: mu vnum peshore imani i ummetit tem dhe imani i Ebu Bekrit radhiyallahu anhu peshon imani i Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Andaj besimtar të nderuar, njeriu bazamentin e paska zemra është krye komandanti. Andaj nëse njeriu ndryshon vetëm në dukje, nale qatë minarës, asoj muezin lëki qatë mikrofonin. Jo.
Mikrofonin mishnale. A ka najnë altë? Okej, mirë. Se jam vezvese këto, që bëjnë kështu. Mirë është. Allahu subhanahu wa taala nuk shikon te njerëzit vetëm në pamje. Edhe du të fokusoj këtu se këtu a bazamenti vëllezër. Qose ne nuk ndryshojna në zemër, këtë probleme tjera do t'jenë shumë më të mëdha. Andaj një shoqëri nëse dëshiron, një xhamat, një besimtar, një imanli, do me ndryshu, duhet ta dihet që temeli i ndryshimit është te veprat e zemrës. Nëse zemrën e rregullon, ka me dhon produktin edhe nga jashtë. Frytet kanë më kon edhe nga jashtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha el halalu bayyinu wal haramu bayyin. Tha halali është i qartë, harami është i qartë. Wa bainahuma mushtabihat. Dhe në me tyre ka punë të dyshimta. Dhe vazhdim tha faman ittaqa shubuhat, e kush largohet nga xhanat e dyshimta, qad istabra li dinihi wa irdhihi, e ka rujt fejen e ti dhe namuzin derin e ti. Wa man waqa'a fi shubuhat, e kush bjen në dyshime, tha është sikur sa i cili ka shku drejt gardhit. Dhe zër halali i qartë, harami i qartë. Ku e ka njeriu bindjen që me boni sen edhe mos me boni sen. Në sefte, Allah kur i cejnë Kur'an, alladhina amanu wa amilu, alladhina amanu wa amilu. Allah vazhdimisht thot ata të cilët besuan dhe vepruan. Ku besimi? Ku që me dhon ti halalin, me shfrytzu halalin dhe mu largu prej haramit. Ku baza në zemër. Andaj imani çka është? Imani është në zemër, me besu me zemër, me bindje, me shqiptu me gojë dhe me punu me gjymtyr. Mirë. Dikush me punu me gjymtyr edhe me thonë me gojë, nuk e thot me zemër. A pranot imani tina? A pranot imani tina? Nuk pranot imani tina. Munafikat, dyftyrshat, hipokritët vinë sosin namazin. Allahu subhanahu wa taala ka tregu për munafikat në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ato e falin namazin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Bile edhe e kanë thonë shahadetin. Ama pse sa pranoi imani i tyre? E dini pse? Pse në zemër se kanë pas imanin. E kanë bo veprën, e kanë bo namazin, e kanë thonë shahadetin, ama se kanë besu me zemër. E në qovë se njeriu nuk e beson me zemër, badjohë pëse munohet, badjohë pëse lodhësh. Andaj edhe ndryshimi vjen prej mrena, vëllezër. Edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam po thot la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Nuk bëhet imani i dikujt tamam në rregull derisa nuk e ka zemrën e tij tamam. Dikush tash i ka mu prek, mundet mu prek. Ne kur thëna ndryshimi vjen prej mrena edhe jo prej jashtë, shpesh shohna dështimet shoqërore të cilat ndodhin për arsye se dikush e merr pamjen e jashtme. Shembull, mundohet me hec në pamjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë mundohet me bë. Mirë, po zemrën e ka zift. Mundohet në dukje, fjalët janë zift. Ndoshta praktikon sunetin e pejgamberit alayhis salam. Këtu nuk kemi kundër sunetit pejgamberit alayhis salam. I inkurajoj dhe i nxis njerëzit ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Funit ne jemi shërbëtor të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë i tërësishëm, jo i pjesëshëm, jo vetëm pjesërisht. Ta mona shembull mjekrën. Tash e shtojna mikrën, elhamdulillah. Kjo është suneti i pejgamberit apo vaxhipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa dosh me him polemikat e dietarëve. Tash ti kjo është e dukshme. Mirë, po ti të mbrenshmën e ki problematike. Kjo fryt i të mbrenshmës, edhe ti kur të bosh nervoz, a e kontrollon vetin? A shti mjekra me kontrollu vetin? Ose a shti kamisja, galebia, apo ajo që veshet, sikur sa arabat, a shti ajo me kontrollu vetin? Nuk shti ajo me kontrollu vetin. A e mundet bukon sebeb me të nalë dikun. Amo ti kur ti ish vetëm vetë, mu nalë për një haramit se të shofi njerëzit ti me mjekër ti me kaput, shembullun jam hoq, kam frikë, mos më shofi njerëzit. Këtë jam friga e jashtme. Amo kur jam vetëm unë edhe Allah, çka më ban mu ndalu e pezot e veti? Çka më ban mu ndalu? Pjesa e mbrëmshme, zemra. Nëse kjo është në rregull, unë kum investu te temeli më i rëndësishëm i faktorit njeri, unë edhe kur jam vetë, edhe kur jam publik, do të jam muslimani hakikat.
Andaj vëllezër, investimi më i madh i muslimanëve të parë ka qenë në investimin e zemrës. Investimi i zemrës është ndryshimi thelbësor. Andaj edhe çdo punë e cila vjen pastaj, shembull, namazi, agjerimi, sefte këto e kanë bazamentin në zemër. Qose njeriu në zemër nuk e ka morë këta me punue, badjava ti pse fol, badjava pse ti ban. Shumë diku i thuj, namazi i sabajt a shumë sevap, ama i s'del sabat. Kjo është momentale dhe nuk vjen ndryshimi. Dikuj po më ki folmi vazhdimisht namazi. Pse nuk ndodh? Ai nuk ka një imani i tij në zemër. Nuk është thellu bindja e mjaftueshme që ai kërcënimet, përgëzimet nga ana e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i mor siç duhet. Jo më mor shkele shka. Se dikush prej neve i merr shkele shka. Edhe premtimet, edhe kërcënimet e Allahut subhanahu wa taala. Të ndëruar vëllezër, besimtari mundohet vazhdimisht zemrën e tij ta kise në rregull. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ende po u bë pejgamber, që transmeton Enesi radiallahu anhu, tha që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai duke qenë voglush. E dini ngjarjen kur duke lut me disa fëmijë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vjen Gjibrili a.s. dhe e morin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja qelin gjoksin e tij dhe ja nxerin zemrën e tij dhe ja pastrojnë me ujë të zemzemit. Dhe transmeton Enesi radiallahu anhu dhe thot që i paska pas do pikat zeza pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja paska pastru zemrën. Hadithi është Buhari dhe Muslim. Domethënë është hadithi Buharijës me hadith me numër 349 dhe te Imam Muslimi 161. Domethënë që mos me mendu dikush që kjo janë ai tregim i hamendjes. Jo, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Gjibrili ja ka çel zemrën dhe ja ka pastru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka kep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa thot Enesi radiallahu anhu, tha vallahi ja shifsha shenjat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ja ka çel domon zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hirurshki Zafat i ka bën ndërhyrje kirurgjike pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu e zbriti surën Alam nashrah laka sadrak. Njëra ndër sebepet që Allahu e tregon pastrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a nuk ta zhëruam dhe ta çelëm transmetim dhe në komentim zemrën tonë dhe ta pastruam. Tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kur njeriu e bën një gjuna, i bën në zemrën e njeriu një pikë zezë. Domethënë kështu në rëndësinë e zemrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i paska pos do pika, ka ardhur Gjibrili alayhis salam, ja ka pastru dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeriu në sipërfaqen e tokës prej se ka lind Ademi alayhis salam tek terti i fundit njeriu me zemër më të pastërt edhe më i miri sallallahu alaihi wasallam. Allah në bashku me ta në xhenet ya rabbel alamin. Allah në mundsu me pi nga dore e tij, nga ujti ke utherit ya rahmanu ya rahim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot që njeriu kur e bën një gjuna i vnohet një pikë zezë. E bën edhe një tjetër i vnohet edhe një pikë zezë. I bëhet edhe një gjuna derisa i bëhet këtë zemra e zezë. Dhe Allahu e ka thënë në Kur'anin famëlar dhe ka thënë kella bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allahu thot kella bal, në zemrat e tyre është baran, është nxi zemra e tyre. Edhe kjo është rezultat i veprave të tyre. Don kur njeriu punon keq, nxihet zemra e tij. Pastaj vjen në ders, vjen në ligjërata, dëgjon Kur'an, nuk e kap dersin, nuk e kap mesazhin e Allahut, porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është shumë kaluese, nuk e kap mirë, shumë i kalon shpejt. Andaj problemi më i madh vëllazër është kur njeri nuk e kupton mesazhin e Zotit xhelle shanu wa xhelle xhelalu, që është Kur'ani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur zemra e tij është nxime. E pa ta tregu një herë, një shok jam ke shku me kallzu ders para taravijës, ku në xhamia të Shkupit, po xhamati tha i vike me vonesë, di? Xhamati normal kanë hongër iftarin, te pinaj macchiato espresso, jam vanum për me shku në xhamin taravi, edhe ka pas ders ai shoki. Edhe tha, po
vind xhamati me vonesë, sa mo ki hoxha me përgatit dersin. Ta dini që nuk ka let me dal këtu, domos me fol 45 minuta, edhe me fol në budallaki dush me përgatit budallakin. E lej me fol diçka hak, me fol diçka fjalë të Allahut dhe fjalë pejgamberit alayhis salatu wasalam. Nuk është rastësisht. Njeriu kur del me tregunin ngjarje në sen, bëj duhet më përgatit. Edhe ai hoxha normale, kolega em, Allah e rujt, është përgatit, mirë po xhamati pak me vonesë. E vjen një xhamatlini haxhi, e shet që hoxha po munohet, thotë hoxh, thotë unë e di thotë që ti të munu bëjim shumë, e bëjim mirën na i do neve, edhe e di shka të losha, e di pse thotë ne i kina zemrat e smuta, se ai pacienti i smutat. Kur çkështë e pacienti mi i çu banane, portokolla, ai ha, nuk i ha, pse nuk i ha, sa është i smut, a mo të shnoshit, mi a dhon banana, mish, portokolla, valla i xbin. Ta shishini a gjeru shumë kam t'i përmen, long diku i shkona po kupton. Edhe çka ndodh? Qështu është edhe zemra e smut, vëllezër. Vjen xhami, la ilaha illallah. Zemra me pikat zeza. Allah ne pasrov zemrat tona, ja Rahmanu, ja Rahim. Vëllezër, vallahi, mu pasru zemrat e tona nuk ngjihen nga fjala e Allahut. Kështu ka thënë Hazreti Uthmani radhiyallahu anhu. Law tahurat qulubukum ma shabi'at min kalami rabbikum. Tha Hazreti Uthmani radhiyallahu anhu, mu konë që zemrat e juja janë të pastërta, nuk ishin ngop, nuk ishin ngi nga dëgjimi i fjalës Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, kur njeriu dëshiron ta pastrojë zemrën dhe mundohet ta kisë të qartë që nëpërmjet fjalëve të Allahut, kur ta bësh ti zemrën tonë të nxim, nuk depërton atë dush me morën me pastru zemrën tonë. Zemra ku e ka bazën? Ku a baza e zemrës? Baza e zemrës nuk është në aspektin tham fizik edhe njëherë. I na të fol në aspektin shpirtëror. Derisa filozofët kanë thonë njeriu a logjikon me trum a me zemër. Njeriu a logjikon me trum a me zemër është një polemik shumë e madhe. Filozofët thonë me trum. Logjikon, mendon, dashuron, urren, friksohet, dhuron, jep me trum, filozoft. Disa dietar islam dhe kam pru shumë argumente, ka thënë jo, njeriu menon me zemër. Truni e lun rolin e vet, ama zemra e ka atë punën të cilën e shtin njeriu me punu, me vepru dhe në argumentu me disa argumente. Pozite e zemrës. Do të qoni 4 pika janë. E para është prej argumente fjala e Zotit subhanahu wa taala suratul Hajj ajeti 46 ku thot Allahu në Kur'an fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Me të vërtet ajo nuk i çorron, nuk i vërbron sytë të cilët janë në ball, po i vërbron zemrat të cilët janë në gjoks. Zemrat të cilat janë në gjoks. Kush kur njerëzit nuk i kuptojnë argumentet, s'ka thënë Allahu subhanahu wa taala nuk i mohojnë apo ajo i vërbron, i çorron sytë të cilat janë në trum, pa ka thonë sytë të cilat janë në zemër. Dy lloj sysh, sytë e ballit, sytë e zemrës. Ti shkon që njeriu logjikon me trum, kishton Allahu në Kur'an, shka walakin ta'mal qulubu allati fil admigha, apo dimagha rabishti thuat trunit. Po Allahu ka thonë el qulubu allati fi sudur, zemrat të cilat janë në gjoks. Njeriu mendoj ka me zemër. Argumenti i parë, argumenti i dytë, Allahu subhanahu wa taala thot në ashtu suratul Hajj vazhdim, thot afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. A nuk po ecin ato në tokë që ti meditojnë, domthon senet të cilat Allahu i ka kriju, gjonat të cilat Allahu i ka kriju, fatakuna lahum qulubun yaqilun, që ata të kanë zemër me të cilën meditojnë. Këshire zemër me të cilën meditojnë, s'ka thonë tru me të cilën meditojnë, po zemër. Andaj baza është e zemra. Një ashtu, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ku tha, me të vërtet në trupin e njeriu të është një copë, në qovë se copë mishi, në qovë se ajo është në rregull, i tërë trupi është në rregull, tha ala wa hiya al-qalb, ajo është zemra. Andaj Ibn Hajeri, komentatori Imam Bukhariu dhe një dietar i madh i Islamit ka thënë, kjo do të thotë që njeriu logjikon me zemër e jo me trum. Dhe argumenti i fundit ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wala tanajashu, mos u bani zili, mos bani smir dhe mos u urreni,
wala yabi' ba'dukum ala bay'a akhi, dhe mos bëj shitblerje dikush në shitblerjen e vllaut vet. Domethënë duke bërë shitblerje, wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëuni vëllezër për hir të Allahut. Dhe tha el muslimu akhul muslim, besimtari për besimtarin është vëllau i tij, la yadhlimuhu wala yukhdhilu, nuk i bën padrejti, as nuk e tradhton dhe as nuk e nënçmon. Dhe tha et taqwa ha huna, et taqwa ha huna. Tha devotshmëria takvallahu është këtu, devotshmëria takvallahu është këtu. Tash ti, domthon njeriu me çka po urrej ka? Me çka urrej? Me zemër. Jo me logjik. Se kështon mos u urreni, mos u bani zili, mos bani kështu, kështon devotshmëria këtu pejgamberi. Por çka ka thonë devotshmëria këtu dhe me isharet ja ka bë 3 herë te zemra. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Vëllazër, besimtari duhet ta dije pozitën e zemrës në Islam. Se nëse ajo është në rregull, i tërë trupi i tij do të jese në rregull, dhe këta e kena dëgju nga shumë ngjarje të cilat kanë ndodhur edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton që ka një sahabi me emrin Ebu Damdam. Ebu Damdami kanë thënë saba për saba, pas ka thonën: o Allah, unë s'kam parë për me dhuru. Allahumma laysa ladayya malun fa unfiqa bih. O Zot, unë s'kam parë me dhon sadaka. Mirë po, unë e jap nderin tem, kush mua, kush më përqesh apo më ofendon më shon, tha unë e bëj sadaka për ata. Me çka e ka bu? Me zemër. Andaj edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e më ku e ka bu? Me zemër. U kryema. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka bu vazhdimisht këshill xhamatin, ummetin e vet që zemrën ta përmirësojnë. Ebu Damdami e bani këta. E tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam: apo habiteni me veprimin e Ebu Damdamit? Apo habitni? Sahabët e thanë po ja Rasulullah. Fa wallahi, që kjo është devotshmëria, që kjo është devotshmëria. Me çeta e ka arrit ki me bë sevap të Allahut subhanahu wa taala. Me njëri me pas zemrën e pastër është punë e madhe. Andaj pozita e zemrës është shumë me rëndësi. Nëse kjo në rregull, këtë kena me pas në rregull. Kjo nuk është në rregull, vëllazër. Shka doni bani, sa doni investoni, këtë të dukshmet, shko haxhi banu, se edhe autobusi shkon, edhe balloni shkon. Ama nëse me zemër se ki bo haxhallokin, batali, nishtën e. Kur gjon s'është? Namazin batali. Allahu subhanahu wa taala bile tregon për munafikat. Alladhina munafikat kur çon idha qamu ila salati qamu kusala. Munafikat kur çon namaz, çon me përtatësi, çon të shohin njerëzit. On Allah, e di menzo. Menzi. Andaj kjo është burimi ku te zemra. Andaj vëllazër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që transmeton Enesi radhiyallahu anhu dhe këtë ngjarje shpeshherë që na tregue që të parat e muslimanëve janë mundu me pasru zemrën, tregon që një ditë duke qëndru me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhami, 3 ditë radhazi hini një personi i cili tha pejgamberi Allahut tash do të futet tek ju, një njeri i cili është prej banorëve të xhenetit. Sahabët këti vërsulën sit, kush është? Prap ditën e dytë njëjtën gjë, prap ditën e tretë njëjtën gjë. Dhe njëri prej sahabeve, i cili ishte domethënë shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, tha vallahi kam me shku me këshir shka puna e këtij që pejgamberi Allahut te përgazon 3 ditë radhazi me xhenet. Shkoj pushoj te ai, fleti te ai. 3 ditë ja dha një kurth, ja boni, tha jam lidhnu me babën tem dhe ku mbo beje që nuk do të flinë shpinë e ti 3 ditë. A ka vatant e ti? Si pas islami ju e dini që musafiri 3 ditë i ka hak në shpijen e njeriut. Kur të vere me i ba gostime pranue, 3 ditë. Tha bujro. Pek shirë, po bje me fletë, nuk po qotë namaznate. Te sahabet akon, anormale mos po qu namaznate. Nuk po qotë namaznate. Nuk po bandi shka vetë se kur pe prish gjumin, po dhëtë subhanallahu, alhamdulillah, wa la ilaha illallah dhe pe këthen dorën. A pe të krajnë, falni. Mirë po vazhdojnë gjumin. Deri sa u banan 3 ditë, pas 3 ditë i tha o ti person, tha po të tregoj të vërtetën, unë s'jam përla me babën tem, po e kum bo një hile me ti për arsye se e kam dëgju pejgamberin Allah duke të përgëzu që ti nga banorët e xhenetit. Shka sekreti? Tha vallaj nuk ka diçka veç asaj shka e kipaje. Duke shku Abdullah bin Amr bin Asi, të ndalun. Tha harrova me të tregu
se unë kur bi me flet në zemrën time nuk moj paraskanin kur gjan. La ilaha illallah. Vëllazër, vallahi punë e madhe. Me pas zemrën e pasra punë e madhe. Ta dini që nëse doni me pas jetën rahat, pastroni zemrat e juaja nga zilia. Me pas inati dikan. Wallahi me bo këtë synet apo këtë pastërti të zemrës. Kini me një lezet në ibadet. Thot Ibn Kajmi rahimullah, pastërtia e zemrës është nga shirku, nga kufri, nga bidatet, nga zilia. Thot me bo këta me bo. Do mu largu prej shirkut, prej kufrit, prej bidatit, prej hasedit, edhe ka full fjallë shumë. Thot njeriu atë çka po du me nxjerrën, atë kryesorën, thot njeriu ka me një knatësinë e ibadetit që s'mundet me një kurkon. O me bo njeriu me pasru zemrën e vet nga kufri, nga shirku, nga bidati, nga zilia, në këtë punë të këqija, thot ka me një knatësinë zemrën e vet. Vëllazër, ne mundohemi vazhdimisht të folmi apo të përmisohemi. Mi po realisht, nëse nuk e përmisojnë atë mbrëmshmën, shumë zor është me fol për punë tjera. Ti me fol për sabajin, me fol për jacije, me fol për namazin. Nëse dikush se ka pranuar me zemër imanin, shumë vështirë është. Andaj Ibn Kajmi thot lezeti më i madh i njeriu që ka menin ibadet është kur ta pastrojë zemrën. Allah i pastroj zemrat tona, ya Rabbel Alamin. Të parat e muslimanëve zemrat e pastërta. Ju e dini që ka ndodhur një fitnë në mes sahabeve, dhe ajo fitnë ka qenë në kohën e Alijës dhe Muavijës radhiyallahu anhu. Ku pas vrasjes dhe mbytjes Hazreti Uthmanit radhiyallahu anhu, u çun grupacione të shumta të cilët ishin kundra muslimanëve. Muavija radhiyallahu anhu me disa sahabi të mëdhej. Muavija është njëri ndër shkruajësit e vahjit, që e ka shkruajt shpallin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shijat e fliqur e urrej Muavija radhiyallahu anhu. Andaj emri Muavi nuk është i dëshiruar të ta. Muavija i djali e Ebu Sufjanit radhiyallahu anhuma janë nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe janë prej atyre të cilët Allahu ka thënë radhiyallahu anhu wa radu an. Allahu është i kënaqur dhe ata janë të kënaqur me Allahun. Andaj ne nuk guxojmë të mendojmë keq për sahabët dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gjithë ata që kanë ndodhur mes tyre. Unë nuk po du me treguar detajisht. Çohet një grupacion me Muavija radhiyallahu anhu dhe disa sahabi të mëdhenj në mesin e tyre dhe Aisha radhiyallahu anha, dhe pasi e merr khilafetin Hazreti Ali radhiyallahu anhu, thonë kina më kon me tyje ja Ali, mirë po sefte ta mona hakin Hazreti Uthmanit. Hazreti Ali radhiyallahu anhu, i cili ka kon hak në këtë rast, sipas dietarëve dhe shpjegimit se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Amar bin Yasirit ka thënë taqtulu ka fi'atun baghiya, o Amar kanë me të mit një grup i cili janë gabim. E Amar bin Yasiri kur e kanë shpjeguar dietarët ka kon palën Hazreti Ali's radhiyallahu anhu. Andaj hakli ka qenë Hazreti Ali radhiyallahu anhu, Allah na bashkoft edhe me Ali'n, edhe me Muavijën, edhe me këtë sahabët radhiyallahu anhum ejma'in jannat. Ndodh një kacafitje, një betejë, e cila është beteja që në Islam është një ndër pikat e zymta. Po kjo ka ndodhur me të sahabeve, e ka thonë Hasan al-Basri rahimullah, kur ka ardhur dikush me veti, e ka thonë ja Hasan, kush ama hakli, ka thonë pasi që Allahu i ka shpëtu shpatat e tona prej xhakit të tyre, le t'i shpëtoj edhe xhuat e tyre tona prej nderit të ative. Në masi Allahi ne i ka shpëtu shpatat, si na kona të zeman ne mu palo me to, me moran, atër ne të shpëtojnë edhe xhut e tona nga namuzi i tyre. Mos më mor me përgojime edhe më mor kush çishtek. Mi po këto është një ngjarje. Talha ibn Ubaidillah, një ndër përgëzumit me xhennet, është në palën e Muavijës radhiyallahu anhu. Dhe e kam treguar një herë këtu ngjarjen Waqiatul Jamal, që thirrët ngjarja e deveve, ku janë nalë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka treguar njënës prej grave që ka më ndodh një betejë dhe ti më kon aty ka qenë Aisha radhiyallahu anha, ka thonë ka më ndodh kanë më bën çend, kanë më domthon ka më pas çend shumë aty në të fush, ka thonë nëse je me ta hik. Aisha radhiyallahu anha ka qenë natën, ka ndodhur kjo betejë, munafikat ka pas xhavarit shia, të cilat ja kanë nisë me gurzi muxhu, derisa pse nxujtë, pse s'u nxujtë, ja kanë nisë lufta. Ali radhiyallahu anhu, dikush prej palës vetë shkon dhe i mshon Talhas radhiyallahu anhu në shpatë. I mshon shpatë. Edhe këshyre sa zemrën e pasër. Me gjithë se s'ka qenë kaj. Parëmënon, ne kena probleme të gjemat. S'falë është të ki gjemat, e këshi i shtrem. Pse si kanë të të une, kur në ders? Hoxha kushtimisht. Pse si falë të të une? I natë. Subhanallah. Po parëmënon, ne me ngjarje tjera, a i me mu, asi me mu, në zemë. Parëmënon, luft, dhe zërë, luft. Çfarë zemre të pasër du të me pasë? Alia radhiyallahu anhu ven njoni i thot,
kur ta lisa prej Talhës, thot Allahu ti dvraf që e ke vrarë njeriu të cilën e ka dashur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkon te Talha në çosët që atu dhon shpirt Talha radhiyallahu anhu dhe e çof dhe tregon Alia radhiyallahu anhu pas shumë kohësh, thot ka ardhur djali apo nipi i Talhës. Dhe ka thonë eja o i dalluari dhe i dashuri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I djali i dashur, domthon babës që e ki pas babën e dashur, djalë që e ki pas babën e dashur te Allah dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se akon prej 10 përgëzuar me xhennet. Ka thonë shpresoj që unë dhe baba jot, me gjithse luft kam bo, ka thonë kena mu kon prej atyre të cilët Allahu ka thonë Kur'an, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allahu ku ka thonë suratul Hijr ajeti 47, dhe në ditën e gjykimit Allahu ka me hek prej zemrave të tyre xhelozien, xhenetlit s'ka xhelozi. Pse je ti këtu, pse je atje, nuk ka xhelozi. Kanë mu kon si cilin venin e vet dhe s'kan mu pas xhelozi, andaj thash shpresoj që i kena mu kon unë dhe ti prej atyre. Vëllezër, për me fol për zemrën dhe llojet e zemrës, do të mundohemi inshallah ta kemi edhe derset e ardhshme, tash do të mundona llojet e zemrës shumë shkurt. Në Kur'an janë cek rëndësia e zemrës tam, kuptimi i zemrës e tham, tash llojet e zemrës. Në Kur'an Allah e ka cek 20 lloj të zemrës. Mi cek 20 lloj ndoshta është shumë, por në do t'i ceki shumë shpejt, pa shpjegim. E para është qalbul salim, zemra e pasht. Zemra e pasht, dhe Allahu subhanahu wa taala e ka thënë në Kur'anin famëlart, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. A ditë që nuk bën dobi as pasuria, as evladi përpos atyre të cilët vinë me zemër të pastërt. Zemra e pastërt të Allahu kanë shumë e madhe. Në a ditë s'ban dobi, ki pas unë jam me shumë djem, me shumë vajza, kam shumë pare, kur gjo nuk ban dobi. Illa men ata Allah bi qalbin salim. Lloji i parë i zemrës në Kur'an që Allah e ka thënë qalbun salim. E dyta qalbun munib, zemra e cila është e penduar. Dhe Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'anin famëlar dhe ka thënë illa man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Ata të cilët i kam frikën Allah dhe vin me zemra të penduara. Pastaj zemra e cila është wajil, e friksuar. Zemra e pastër, zemra e cila është e penduar dhe zemra e friksuar. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'anin famëlar dhe ka thënë walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Dhe ata të cilët kur japin, zemrat e tyre janë të friksuara se te Allahu kanë mu kthi. Aisha radhiyallahu anha i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, kjo mos është për ata të cilët nuk besojnë, po japin? Tha jo. Tha ajo është për ata të cilët japin, besojnë, agjërojnë, po friksohet që Allahu a kam ja bo kabul. Sinceriteti që do të jesë temi inshallah që do ta flasmi. Pastaj qalbun naqi, zemra e pastër dhe Allahu taqi, falni e devotshme. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an dhe ka thonë dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwa al-qulub, dhe kush i madhron simbolet, shenjat e Zotit, ajo nga zemra e devotshme. Pastaj zemra e udhëzume. Ka lloj i zemrës në Kur'an, zemra e udhëzume, domthon ajetet shumëta të cilës po duam i cek. Pastaj zemra e gjallë, illa man kana lahu qalbun, domthon që Allahu subhanahu wa taala ka cek inna fi dhalika li dhikra liman kana lahu qalb. Këto janë argumente për ata të cilat kanë zemra të gjallura. Pastaj zemra e smut. Ka dhe zemër smut. Ama jo zemër të Xhami Trebi, a në sistime shku, jo, zemër e smut në aspektin shpirtëror. Njëherë, për ndalë në këtu, pa ta shku me një xhamat këtu, jeti një xhamati teblik, xhamati shkajcin në më bajnë davet. I kanë do të mira dhe do të këqia. Allah inshallah i shpërblen për të mirat e i përmison të e këqia, të gabimet që i kanë në bindje, në besim, pa dhe në veprim. Pa ta shku njerë, isha i ri, halo pa u bohoq, shkova aty, me një mezlis të në shkup, kisha me rakfejen, sa i patanis namazit, i ri jam konë shumë. Edhe ati tu folën, tha, po fol njoni për ative, tha, kina me shku, tha, mi shëru zemrat në Pakistan. Bazën e ka një ndidhe në Pakistan, xhamati teblik. Edhe normal, unë e kisha një problematik familjare,
kështu ka dojt e kam një mana, keti kam të smut për zemrës, Allah i shëroft, ja Rabbi, një dy bomba parasi, inshallah zvugoj edhe unë ative se këtë ngenja dëneja shkon e di. Edhe une isha shumë, domethënë i prekt, a i tha kina me shku, tha te doktori i zemrëve në Pakistan. Tash Allahu Akbar. Mi ka thënë një destem për zemrën që pas ka doktor me shku e di. Ai tha me shku mi pasru zemrat e mexhliset ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. Andaj zemra e smut, pas ka zemër të smut edhe në aspektin shpirtëror. Çosa je zemër është me pika të gjunojve, Allahu na përmisoft ja Rabbil Alamin. Zemër të cilat janë të shumta vëllazër, thash janë shumë, zemra e cila është kasi e vrasht. Ka zemër të smut, ka zemër të vrasht që Allah e ka thënë në Kur'an dhe ka thënë Allah në Kur'an wa ja'alna qulubahum qasiya, dhe i kena bërë zemrat e tyre të vrashta. Dhe një ashtu Allahu ka thënë që ka zemrat të cilat janë neglizhente, gafila, zemër në gjumë. A gjallë, ama në gjumë. Edhe më e keq që është në mesin tonë. Kur bëj muhabet kanë me dikonin i foli për Allahun, për pejgamberin, mund ka o që më mira mos me ditë, se me bu me ditën, më shtohet përgjësia. E dikush nuk ka përgjithsi kur nuk di. Ai s'ka mujt me ditë. Është njëri me një shkretin, s'ka ulema, s'ka xhallar, s'un xhen, edhe e bën një gjë gabim, Allahu ja fal se ka ditë. Ama ti je me di shkupit, vlojnë xhamiat, bile kanë janë na pengojnë zonat me ezan. Edhe ti thuaj s'po du me ditë se më shumë shtohet përgjithsia. Jo i nderuar. Ti të shtohet përgjithsia pse s'ki dosh me ditë, se ki mujt me ditë. Andaj edhe zemrat e vrashta, edhe zemrat gafil, më falni, janë disa zemrat të cilat ty u folaj hesht, thot jo në zdu me ditën. Dhe një ashtu, të cilën du me cek shumë shkurt, pa e dash me zxat, jam në fund, edhe 3 minuta, inshallah, si ja marrë ma shumë. Zemra e cila njeriu duhet të investojë në ta vëllezër, për arsye se Allah i ka cek 20 lloje, unë nuk i ceka këtë, i ceka një 10-7, mos të gaboj. Njeriu duhet mundohet të investojë në këtë zemër, për arsye se zemra krye komandanti. Allahu subhanahu wa taala ka bën 3 hurat e njeriu janë numëruar. Mona me. Allahu e di dhe gjethet kur bin. Është i njohur as i thot. Don është i njohur as i thot. Bubreci kurec. Don bubreci i zi, mbi gurin e zi në natën e ertë. Allahu e nin edhe ata. Allah i din edhe të rahurat e zemrës tonë. Sa janë? Sa i ka filan njeri, sa i ka. Andaj këtë zemër duhet të investojmë ta përmirësojmë. E si përmirësohet zemra, edhe shka e s'mun zemrën, me lejnë Allahu subhanahu wa taala, nuk po du me zxat, se mojta e mi që ka me e kryje, ama e këmë bon jetë, sa u bon një 43, kifaje, bol është, kështu që me lejnë Allahu subhanahu wa taala, nesër funa, qysh me shëru zemrën, edhe me shka sëmundjet apo sëmundja, shka janë sëmundjet e zemrës. Allah në përmisov zemrat tona, Allah në bof të përmisushëm, e pastaj prej të hanës fillojmë në adhurimet e tjera të zemrës. Nesër është, shka e smun zemrën dhe shka e shëron zemrën. Allahu ju shpërblet për sabën edhe durimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.